Hekurodha shqiptare ka hapur një tender me vlerë 1.5 miliard lek, rreth 15.7 milion euro. Për realizimin e projektit të linjës hekurodhore që lidh terminalin e transportit publik me stacionin qendror të trenit në Tiranë. Kontrata e tipit Chelsea në dorë përfshin një zgjatim prej 4 km të linjës ekzistuese Durrës-Tiranë dhe synon të integrojë transportin urban me rrjetin hekurodhor kombëtar. Tenderi përfshin edhe ndërtimin e 2 ndalesave të ndërmjetme, Tirana 1 dhe Tirana 2, që synojnë maksimizimin e aksesit dhe lidhjes me rrjetet lokale të transportit publik. Një pjesë tjetër e projektit është përfundimi i punimeve të mbetura për urën mbi Unazën e Tiranës, e cila do të shtrihet mbi hapësirën prej 71 metrash. Sipas dokumenteve të tenderit, kontrata gjithashtu përfshin rehabilitimin e rrugëve lokale të prekura nga punimet, përfshir asfaltimin, zgjerimin dhe ndërtimin e trotuareve, si dhe vendosjen e barrierave të sigurisë dhe zgjidhjeve për reduktimin e zhurmës. Linja do të elektrifikohet dhe do të pajiset me sinjalistik dhe sistem telekomunikimi, të integruar me pjesën ekzistuese të linjës Durrës-Tiranë. Seksioni në studim fillon me një kthes me rrezë 1 mm dhe mbyllet me një segment të drejtë në stacionin Tirana CCS. Nga Tirana PTT deri në Tirana CCS, shpejtësia është 70 deri në 100 km/h, me një rrezë minimale në kilometër 36 + 420 prej 150 metrash, por që grupi i ekspertëve të Hekurodhës shqiptare përmes skicë idesë së propozuar hapin mundësinë e rishikimit të kësaj rrezeje dhe mbajtjen e rrezës së gjurmës ekzistuese hekurodhore prej 300 metër, thuhet në dokumente. Projekti për Tiranë-Durrës dhe zgjatimi në Rinas ka nisur zbatimin nga viti 2021 dhe është ende në procese sipër, pa një datë të saktë të përfundimit të saj. Linja është projektuar për shpejtësi prej 70 deri në 100 km/h, me mundësi rishikimi të rrezeve minimale për të optimizuar rrugën dhe përputhjen me gjurmën ekzistuese.